shkaktarët që çojnë drejt ankthit. Dhe më pas të kalojmë pak tek fakti se si ta kuptojmë ankthin nga stresi normal. Tani, ka shumë faktorë të cilët mund ndikojnë tek ankthi. Gjithmonë kur ne nisim po themi në grupin e faktorëve nisim gjithmonë me atë faktorin biologjik. Në faktorin biologjik ne do bëjmë disa kuptime të ndryshme. Pra faktori biologjik nuk është vetëm pjesa e trashëgimisë, ajo është një element i caktuar. Ke faktori biologjik ne kemi edhe pjesën kimike që neurotransmetuesit kryesorë të mendjes, të cilët shpesh herë nëse nuk kanë balancën e duhur apo ritmin funksional të duhur, shpesh herë na krijojnë domethënë një lloj disproporcioni për sa i përket këtyre kimikateve dhe normalisht ato menjëherë manifeston me simptomatologji ndoshta të shtuar dhe intensive në trupin tonë. Pjesa e genetikës shpesh edhe kjo pak keq kuptohet, sepse impakti i parë është që fakti që njëri nga prindit apo të dy prindit apo njëri nga familjarët mund ta ketë patur një smundje të shëndetit mendor apo një smundje fizike, duket sikur ky e ka fatin e shkruar dhe do ta trashëgoj patjetër. Kjo nuk është e vërtetë. Pra, fakti që njëri nga prindit ka patur një smundje nuk do të thotë që një person duhet ta trashëgoj patjetër. Janë një sër faktorësh të cilët duhet të ndikojnë. Pra, kryesisht është mjedisi e shkaktari kryesor për këtë gen që mund të jetë brenda individit, pra edhe pse ai ka si predispozitë të shtuar faktin genetik që njëri nga prindit e ka patur, nëse ky gen brenda tij nuk arrin të stimulohet shumë fort nga stresorët e jetës, nga traumat e jetës, nga sfidat, prova, tranzicionet e forta të jetës që mund të japin nivele të forta shqetësimit, ndoshta kjo genetik mbetet e heshtur e izoluar dhe kur nuk mund të çlirohet prej tij. Pastaj kemi faktorët stresantë të jetës. Ktu gjej vend për të futur pak edhe diateza genetik stres, sepse edhe stresi shpesh herë duket sikur këto streset e vogla, sikur nuk ta ndikojnë, sikur janë normale, sikur fillojnë të bëhen shumë pastaj, sepse akumulon më pas. Edhe është si puna e saj gotët që mbushet, por nuk e dim kur atë pikën e fundit e cila e deri këtë kohë. Pastaj ka edhe faktorë tjerë që lidhen kryesisht me faktorë substancial. Dhe kur ne flasim për substanca, nuk flasim për shemb vetëm për pjesën e drogave psikoaktive, por flasim edhe për elementë tjerë, për shemb siç është alkooli, që është një element tjetër. Janë shumë faktorë. Edhe